se trojet tona. Jam këtu për të shprej mirënjohjen po edhe urimet tona miftijut në Tërnava, gjithë Bashkisë Islame. Ashtu që të dëshmojmë edhe një herë si gjithmonë respektin e ndërsjellë, bashkëjetesën ndërvetare, gëzimin ndërvllaznor, bashkëndarjen e dhimbjes dhe gëzimit dhe në këtë rast bashkëndarjen e ndjenjave të fesë, sigurisht Kurban Bajrami, sepse çdo festë është një lartësim i shpirtit të drejthyjut, të krijuesit të gjithë pushtetshëm. Çdo festë është një vetëdije e njeriut për të nështruar përpara dashurisë e cila buron nga qielli dhe sigurisht gjitha këto përcillen me sakrificë, me falje, me pajtim dhe me bashkëndarje të përveçësive për të ardhmen që e kemi. Kështu që është një moment i mirë që së bashku me Naimin, po edhe me të gjithë tjerët në këtë festë lutemi edhe për vendin tonë, edhe për politikën tonë, që të qetësohet dhe të marrë përgjegjësitë dhe mos të vazhdojnë në përplasjen kush ka për të pasën pushtet, po ku do ta çojmë të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të jetës tonë. Faleminderit. Zoti ju ruaj gjithëve e paqja mbretëroft mbi të gjithë ne.